Qep me krip. Ky është sekreti që mbart kura e lashtë popullore. Nëse keni lindur para viteve 1990, nuk besojmë se ka ndonjë shqiptar që nuk e di kurën e famshme të nënave tona, me lira sa u përket produkteve dhe më e thjeshta në përgatitje. Por mbi të gjitha, kura më e efektshme është të provuar direkt sa u përket ndrydhjeve të kyçeve, lëvizjeve të shpatullës, kaviljes, ngërçeve, putjes së mishit ose enjtjeve e të tjera. Tok fjalëshi qep e krip dikur në vendin tonë ka qenë edhe përdorur si fjala ilaç. Në fakt, ishte e çuditshme se si nëna dhe gjyshet tona arrinin të na shëronin si doktoresha të vërteta nëpërmjet këtyre kompresave magjike, vetëm prej qepës dhe kripës të trashë të detit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Tashmë, kur tregu është i mbushur plot me ilaçe farmaceutike, duket sikur është harruar kjo recetë kaq e famshme. Por tani që ua kujtojmë, merrni nga qepa nga kuzhina edhe nxirrni kripën e zezë aty ku e keni vendosur. Por çfarë ju duhet për këtë recetë? Merrni një kokër qep, më e mira do të ishte qep e kuqe. Bën punë edhe qepa e bardhë. Keni parasysh se qepa nuk duhet qëruar fare dhe duhet shtypet siç është, derisa të formohet një formë pureje. Kësaj pureje i hidhni një lugje dhe krip të zezë, nga ajo e trasha do me thënë e papërpunuara. I përzieni mirë së bashku. Pastaj, merret një bezë trash, mirë do t'i ishte prej fanellate, ose një nap ose e palosni në mënyrë që të bëhet në disa shtresa dhe mbushni me qep e krip të cilën e keni përgatitur. Por si ta përdorni atë? E vendosni në zonat ku keni ndonjë problem që tha më sipër, si për shembull në shpatull, në këmbë, në kyçe e të tjera, ose nëse jeni vrarë ndokund ose jeni enjtur për ndonjë arsye. Mbajeni për 24 orë me radhë në vendin ku keni probleme. Nëse dëshironi mund ta ndroni edhe brenda 12 orëve napën me qep me krip, me një tjetër po njësoj si kjo. Kjo recetë popullore ka vërtet efekte qetësuese, por edhe mjekuese. Sepse qepa ka veti qull enjtjen dhe përmirëson funksionin e qelizave të gjakut, nxit shpejt rigjenerimin e tyre, ndërsa kripa nuk lejon që zona e dëmtuar e enjtur ose e shembur që të nxihet, plus që në kombinim me qepën vret çdo lloj mikrobi ose infeksioni të mundshëm që ka tendencën të përhapet. Një tjetër përdorim është që qepën me krip mund ta fusni në një nap ose në bezë, sikur krijoni një torbë ose një qese të vogël, do me thënë, ta vendosni në zonën e kraharorit nëse jeni të ftohur, keni probleme me mushkëritë ose me astmën. Gjithashtu mund të përdoret edhe nga jashtë edhe për dhimbjet e dhëmbit, nëse ju është e enjtur faqja, ose të pjesëve të qafës nëse keni probleme me fytyn, me bajamet ose me gjendrën tiroide. Kot nuk thonin gjyshet, se kur ke qep dhe krip në shtëpi, e mbyll dimrin pa frikë. Aroma e qepës mund t'jetë një problem për këtë, por mund ta evitoni duke përdorur bimë të tjera të cilët do të reduktojnë edhe aromën e saj. Qepa dhe hudhra janë elementet kryesorë të kuzhinës shqiptare. Shumica e gatimeve ka nevojë për qep dhe për hudhër, për një shije më të fortë dhe një organizëm më të shëndetshëm. Duke shtuar qepën në dietën tuaj, do të merrni një sër përfitimesh të rëndësishme në parandalimin e komplikacioneve dhe në lehtësimin e problemeve të trupit. Përdorimi i qepës në dietën tuaj do të ofrojë baktere cilësore edhe për shëndetin tretës. Nëse preferoni të keni një florë bakteriale më të shëndetshme dhe të keni tretje pa probleme, atëherë qepa në gatesat tuaja duhet të jetë prezente. Qepa përmban fibra prebiotike, të cilat janë të mira për shëndetin e zorëve, duke na mbajtur të shëndetshëm, duke rregulluar kështu edhe nivelin e bakterieve. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë e cila do të stimulojë sistemin tretës. Këto bakterie do të shtypin bakteriet të cilat krijojnë komplikacione në shëndet. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektet e qepës në gjakun tuaj. Këto studime kanë treguar se konsumi i qepës në mënyrë të rregullt do të zvogëlojë rrezikun e mpiksjes së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk do të keni kolesterol dhe nuk do të keni ndikime të forta të tij. Padyshim shtoni qepën në dietën tuaj dhe kështu do të keni marrë përfitimet më të mira shëndetësore për zemrën. Qepa është aleat e organizmit tuaj edhe në betejën kundër luhatjeve të sheqerit në trup.
Studimet kanë zbuluar se nivelin i sheqerit në trup do të ulet ndjeshëm nëse e përdorni qepën në mënyrë të rregullt. Kjo do të përmirësojë nivelin e insulinës në trup dhe gjithashtu do të përmirësojë edhe luhatit e sheqerit, duke mbajtur larg komplikacionet që i kanosin trupit tuaj dhe shëndetit nga mungesa e elementeve ushqyes, të cilët do të balancojnë edhe sheqerin e gjak. Qepa është një zgjidhje produktive kundër këtyre komplikacioneve, por përdorimi i saj në mënyrë të rregullt do të ndihmojë edhe në fuqizimin e shëndetit të zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ato kanë në veti të mira antioksiduese dhe antiinflamatore, të cilat ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe triglicerideve, si dhe qepët mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut duke lehtësuar punën e zemrës. Qepët do të përmirësojnë shëndetin e kockave. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm për kocka, ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe rrisin dëndësinë e kockave, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e masës kockore. Qepët luftojnë bakteriet dëmtuese. Ato kanë në veti të fuqishme antibakteriale. Përbërësit e tyre si quercetin janë veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterieve të dëmshme që mund të shkaktojnë inflamacione dhe infeksione në organizëm. Qepët do të përmirësojnë tretjen dhe shëndetin e zorrës. Qepët janë një zgjidhje ideale për përmirësimin e tretjes. Janë të pasura me fibra dhe prebiotik, të cilat janë thelbësore në funksionet e shëndetshme të zorrëve dhe rrisin bakterie të mira. Këto prebiotik ndihmojnë në procesin e tretjes, neutralizojnë inflamacione dhe mbi të gjitha forcojnë kështu sistemin tuaj imunitar. Qepa është e mbushur plot me lëndë ushqyese. Qepa është një thesar i vërtet i lëndëve ushqyese me kalori minimale. Edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qep mesatare, janë të mbushura me vitamina dhe minerale që mbështesin shëndetin tuaj. Veçanërisht janë të pasura me vitaminën C. Qepa ndihmon në forcimin e imunitetit edhe në thithjen e ekurit, ndërsa vitamina B6 te qepa ndihmon në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Gjithashtu ato janë thelbësore në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe kështu do të merrni vetëm pak kalori. Përfshirja e qepës në mënyrë të rregullt në dietën tuaj është një zgjidhje shumë e mirë në luftën kundër inflamacioneve të organizmit. Qepët dihet se kanë në veti të mira antibakteriale. Komponentët që ato përmbajnë, si quercetin, janë veçanërisht efektiv në neutralizimin e radikaleve të lira dhe bakterieve të dëmshme që shkaktojnë inflamacione dhe infeksione të trupit tuaj. Nëse doni një tretje më të mirë dhe një shëndet të zorrëve më të plot, atëherë shtoni qepën në dietën tuaj. Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë natyrale për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës, qepa është përgjigjja që ju keni nevojë. Ato janë të mbushura me fibra prebiotike, të cilat janë thelbësore për funksionet e shëndetshme të zorrëve dhe rritjen e bakterieve cilësore të tyre. Me ndihmën e këtyre prebiotikëve do ta keni më të lehtë të përmirësoni procesin e tretjes, të reduktoni inflamacionin dhe mbi të gjitha të forconi ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Qepa është një zgjidhje fantastike me dobitë e saj për shëndetin. Do të ndryshojë plotësisht edhe çështjen tuaj imunitare. Konsumi i saj në mënyrë të rregullt në gatesat tuaja sigurisht që do të jetë një rol pozitiv në mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Qepa shërben gjithashtu si një ollues i gjakut për shkak të përmbajtjes së lartë të elementeve që japin qepës shijen e saj djegëse dhe shkaktojnë djegje të syve. Për më tepër, prezenca e sulfurit tek qepa është e mirë gjithashtu edhe kundër bllokimit të enëve të gjakut. Elementët që gjenden me shumicë të qepa duke u kombinuar me dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të bëjnë ndryshimet parësore kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e saj, atëherë shtoni qepën në mënyrë të rregullt në dietat tuaja. Pasi vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin tuaj total. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.